Kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani së bashku me bashkëpunëtorët e tij pas vizitave në terren njoftoi fillimin e punimeve për rikonstruimin e 2 rrugëve me gjatësi totale prej rreth 1 kilometri. Bëhet fjalë për rikonstruksionin e 2 rrugëve në lagjen Lajthia, njëra me gjatësi prej 720 metrash dhe tjetra me gjatësi prej 280 metrash. Sipas kryetarit Limani, ky investim infrastrukturor pritet përmirësoj dukshëm kushtet e jetesës dhe qarkullimit për banorët e kësaj pjese të qytetit. Dolëm për të inspektuar fillimin e punimeve, në fakt në 2 rrugë në lagjen Lajthia, rrugë të cilat janë gjithsej me gjatësi afër 1 kilometre, 1000 metre. Bëhet rikonstruimi i tërësishëm e këtyre rrugëve, në plan është parapare edhe 2 rrugë tjetra të cilat mbesin në këtë lagje dhe me këtë në komplet lagjen do të bëhet rikonstruimi i tërësishëm. Vlera për këto 2 rrugë kap diku afër 11 milion denar. Besoj se ky investim është shumë i mirëpritur nga banorët e kësaj lagje, sepse diku afër 30 vite nuk është investuar as pak dhe besoj se dukshëm do të përmirësojë lëvizjen e qytetarëve tanë në këtë pjesë të qytetit. Vlera e këtij projekti ndërtimor ka shumën mbi 200.000 euro. Kryetari Limani gjithashtu paralajmëroi se gjatë javës së ardhshme do të vazhdojnë punimet për rikonstruksionin e njërës prej arterieve më të mëdha të komunikacionit në qytet, bulevardit Vllezi Gjinovski.